Në Prapavi ende qëndron uji dhe pasojat e ditës së djeshme nga shiu dhe breshëri i rrëmbyeshëm që e kaploi Shkupin, po sidomos pjesën e Stajkovcit, Hasanbegut, Haraçinës dhe një pjesë tjetër të Kumanovës. Ato që druajnë banorët e këtij vendi është që mos përsëritet ajo e cila ndodhi para 9 viteve këtu. Shiu i rrëmbyeshëm dhe breshëri i dieshëm, edhe pse nuk ishte i përmasave të mëdha, përsëri shkaktoi dëme në të mbjellat bujqësore, ndërsa sipas banorëve, nga që ende nuk kanë marrë dëm shpërblimjet e viteve të kaluara, këtë vit nuk do t'i paraqesin dëmet. Имаше град, ветер, дождь, доста ощетено има, Бостон тамо, дини, найлоните фолии. Беше, ама ипак па има нещо щета, житарицата. Да. Това što se plašite najmnogo je da ne se повтори това. Па да, це Божja силата, не може никой да забрани това. Да. Ама за šteta se ipak imalo što? Па има, да. Ама земјоделието како е овде? Pa, uništeno je. Uništeno? Da, grad imalo dosta. Në rrjetet sociale disa bujq kanë shpërndarë dhe video të dëmeve në të mbjella. Një vit më herët, banorët e këtij rajoni po ashtu përballen me humbje të mëdha në të mbjellat bujqësore pas shiut dhe breshërit të rrëmbyeshëm. Pas dëmeve të shkaktuara në të mbjella, bujqit paraqiten raste në komunë, ndërsa edhe më tej presin që të marrin kompenzime të dëmeve të vitit të kaluar.